siç e tham, sondazhi është zhvilluar të shtunën dhe të dielën dhe kuptohet që ka pas ngjarje jo të pakta të shtunën dhe të dielën. Një ishte lajmi që kemi një ftesë të Donald Trumpit për Edi Ramën për të qenë pjesë. Që s'do ishte lajm nëse nuk do ishte fryrë opinioni publik me tezat e... Po sepse... Që vjen ndjeha pak sepse Ramën me tuta ndajke. Kishim kaq skenar të çuditshëm filmash Netflixit, siç duket shohim filma Netflixit dhe ndërtojnë skenar. Por faktikisht kjo ngjarje kuptohet që ka, por mos harrojmë edhe këtë gjë që Rama ka qenë shumë aktiv në këtë fundjavë, në pati takime me grupin parlamentar, pati takime me kryebashkiakët. Pra, gjitha këto kanë ndikimin e vet në opinionin publik dhe mos harrojmë që një javë më përpara, kur kemi bërë sondazhin, Shqipëria ishte mbytur me ujë. Ishte në ujë, po e Ishte në ujë. Pra, kishte shumë probleme. Shkalla e pajkënaqësisë ishte më e lartë. Dhe ajo më njëherë e bën ndikimin. Po vetë fakti që kemi një rritje përtej marzhit gabimit, kjo më jep siguri statistikore që pa diskutim këtë javë, pra kemi një rritje të përkrajes për Partinë Socialiste. Por, një gjë shumë e rëndësishme në fakt, përveç zhvillimit të kësaj jave, është kur e shohim në vazhdimsi, nga 11 maj. Partia Demokratike ka sot vetëm më pak se treqerekun e mbështetjes që pati në 11 maj. Nga këta njerëz që morën pjesë në 11 maj, ka më pak se treqerekun e tyre. Këto partitë e vogla ekzistuese, këto kanë më pak se gjysmën e përkrajës që patën që u shpreh me vota. Ndërsa PS-ja tani, me këtë javë, ka 90% e gjithë votuesve që votuan për të i ka sot përkrahas. Dhe kjo ç'a bën? Kjo e rrit edhe më shumë atë hendekun midis votave të PS-s edhe votave të PD-s dhe këtyre partive të vogla opozitare. Po normal, ajo kuptohet edhe në përqindje se shikohet nëse jemi 52 me 34, këtu jemi 47 me 25, pra këtu flasim që jemi 22 pikë, ndërkohë që kemi qenë 18 pikë. Kjo vërteton atë që por kjo, po ta përkthesh mandate, patjetër pra, derisa e rrit edhe më tej. Pra, nuk do kemi më 83 me 50 me 7 që kanë këto të voglat. Po mund të shkoj 88 me 28. Pra e toni, në e përkthyer mandate kjo do ishte më shumë se në... Diferenca do ishte më e madhe se në... Diferenca do ishte edhe më e madhe se sa ishte në 11 maj, po të ishin zhvilluar zgjedhjet.